Kur kam një pacient shumë rënd, e një dhe vetë, moralisht, e një shpirtnisht për me i dhënë jetën. Dhe nuk kam, rase nuk kam marrë parasysh as jetën teme. Vetëm të pështosha njerëz. I ky vit ka qenë shumë i vështirë për mua, sepse unë kam punu bashkë me bashortin tem Fredin, që ishte një shok jetet, dhe ai më tepër më ka dhënë kuraje për pacientat, se ai ka punu me shumë shpirt. Boll koha 97 që ka qenë, dhe telefoni ti nuk u fikte kurrë. Dhe me thonë, bite telefoni 1-2 nas, nuk thote, ju nuk mundëm ose jam lërë, po erdha. Iku, duke thonë, po iku me marrë smorin, iku në kry detyrë sëra duke marrë smorin para spitalit. Dhe u çudit me për 10 minuta, Ika ti ka qenë shumë e shpejt, lajmi ti ka qenë shumë lajmi hidhën, se unë e kam pas jo burr, por e kam pas shok jetet. Në çdo pacient kena shku bashkë. Në çdo nimë të parë kena shku bashkë. Me ikjen e tij, unë do të jemi edhe më shumë afër pacientave për me i dhënë sa më shumë kuraje pacientave. E vështirë është, domethënë, por unë do të eci përpara dhe amanetin e tij do ta çaj deri në fund, deri që çka afër tij, për pacientat. Fatkeqësitë e jetës janë këto. Emri i tij zotërohet. Për arsye edhe falenderoj edhe spitalin e Shkodrës, se djali jem u zëvendësu makina e tij me djalin tem. Më hypen djalin në ambulancën e tij, e vështirë ishte për te dhe për mua. Ka kalu 1 vjet, nuk mundesha me hyrë në ambulancë.